Pretera prezanton ekspertizën në sigurinë kibernetike në Cyberback Europe 2026. Kosova vazhdon forcoj praninë e saj në sektorin e teknologjisë e sigurisë kibernetike në arenën ndërkombëtare, një nga ngjarjet më të rëndësishme evropiane të teknologjisë në panairin CyberSec Europe 2026. Kompania kosovare Pretera është specializuar në sigurinë kibernetike, u prezantua me qindëra kompanive si lider nga gjithë bota. Pjesëmarrja e kompanive të rrogjë vëmendjen e shefit të misionit të Republikës Kosovës Bruxelles, Agron Bajrami, i cili vizitoi stendin e kompanisë dhe zhvilloi një takim me drejtuesit Gek Efendia Dardan Prebeca. Kompania Pretera me selinë në Bruxelles në qendër operacionale në Prishtinë konsiderohet një shembull i rritjes së kapaciteteve kosovare. CyberTech Europe 2026 konsiderohet një nga platformat kryesore evropiane globale për sigurinë kibernetike.